Shikuesit besnik të Nzum e din që pothuaj se çdo të premte na mundove me qenë sa më afër bizneseve të cilat kanë çka me tregu edhe kanë kënaqësi të shumta të cilët i ndajnë me shikuesit tanë, pra besnik nga biznesi tyre. Në vazhdim do mund të ndiqni një histori suksesi të vëllezërve të cilët kanë bërë forcat e tyre bashk për të krijuar pestinët. Çka simbolizon ky emër dhe gjithçka tjetër do mund të njihni në vazhdim me një reportazh të përgatitur nga Nzum. A këto bukuri që të lënë pa fjalë, thjesht mahnitësa. Po e nisim nga fillime. Liçeni Komanit është një nga destinacionet më të veçanta në Shqipëri, i njohur për peizazhet spektakulare që shpesh krahasohen me fjordet e Norvegjisë. Por çfarë e bën të veçantë? Uji i kaltër, i thellë dhe i pastër, male të larta dhe shkëmbin që krijojnë pamje dramatike, e padyshim një qetësi natyrore larg zhurmës së qytetit. Udhtimi me traget nga Komani drejt Firzës është i famshëm. Atje konsiderohet si një prej udhtimeve më të bukura me vark në Ballkan. Ashtu që shepat Albinën pak sekonda ma herë tek pestinët, tash do t'ju tregojmë në vazhdim një rrëfim shumë interesant sa i përket krejt rrugtimit të këtij biznesi dhe jo vetëm. Do flasim shumë sa i përket tragetit të famshëm që në këtë zonë njihet shumë, për rrugtimin po ashtu të tij me shumë turistë që 90% janë të huaj cilët kanë ardhur me vizitu shumë sa i përket bukurive që vetëm më Shqipëri ditë të dhuroj, kështu që do shkojmë të shohim se çka do vizitojmë edhe se si kemi me kalu. Shikuesve besnik të Nzum, si gjithmonë ju themi që ndroni me ne sepse çdo javë do të kemi rrëfime të ndryshme nga njerëz në vende po ashtu të ndryshme ku piksynimin e kanë turizmin, zhvillimin e tij, edhe hajde t'ju tregojmë botës se kush janë shqiptarët. Për rreth një orë gjysmë lundrim të liçeni Komanit, rruga kalon mes maleve të thepisurave e shkëmbinjeve që duket sikur të prekin shpirtin. Në fund të kësaj rruge ujore shfaqet Berish, një fshat i vogël i fshehur mes maleve, ku jeta rrjedh qetë dhe në harmoni të plotë me natyrën. Ky destinacion mbetet një nga perlat e pazbuluara për ata që kërkojnë qetësi, thjeshtësi dhe bukuri të paprekur. Me të arritur aty, pam pestinët agroturizëm, e që këto pamje flasin më mirë se miliona fjalë, mrekullia vetë. Një ambient që dëshiron të zhvendosësh aty e të jetosh për pjesën e mbetur të jetës tënde. Një arratisje ëmbël e themeluar prej 2 vitesh, e që është në pronësi të 3 vëllezërve, ku secili prej tyre pati mision dhe vizion të qartë për të ngritur turizmin malor në këtë zonë. Pestinët ka rreth 20 dhome ku shumica prej tyre e kanë këtë pamje. Vend e karakterizon ambienti freskët dhe mikpritje ngrohtë. Në kuzhinë na priti shef Miri ku na përgatiti diçka super të shijshme e pamjet mund t'i shihni ju vetë. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Ta vazhdojmë nga sallatat. Sallata është sallatë pestinës. Është sallatë verore që
Përbohet nga rukola, baby spinac, iceberg edhe radicchio, ara, dardha, gorgonzola. Edhe i salë speciale se është posaçme për marinimin e sallatës. Trofta është troftë e vendit, troftë e zonës, peshk i freskët, mishi i vicit, mishi i kecit, janë mishra vendor të freskëta, që i marrim në për zonat rrethat e fshatrave këtena. Këtu çdo gatim, çdo pjacë del me shumë dashuri, me shumë përkujdesit madhe ndaj klientit. Çdo gjë bëhet e çastit, përveç se kuptohet se mishi i furrës se don rreth 4-5 orë më pas e bëjmë në temperaturë shumë të ulët, se me dalë sa më i shishëm. Edhe ju më presim që vini të na vizitoni, ne do të bëjmë maksimumin e mundur se ju të kënaqeni dhe të rikthehi përsëri në bujtinën tonë Pestinët. Emri simbolizon bukurinë e zonës gjatë gjithë vitit. Çdo stinë ka ngjyrat e hijeshin e saj, duke bërë vendin edhe më tërheqës në çdo kohë. Familja Marku e filluan me 4 villa poshtë tek bregu dhe vazhduan me hotelin, pra për punimin e 5 me radhë, duke ja vendosur emrin Pestinët. Qoftë për një fundjavë relaksi, apo një aventurë ndryshe, ky vend ofron një përvojë që nuk harrohet, një copë qetësie në zemër të natyrës shqiptare. Çdo detaj mban gjurmën e punës së tyre, ndërsa përkushtimi i familjes Marku reflektohet në çdo cep të ambientit. Është pikërisht kjo dashni dhe ky angazhim që e bën këtë vend të veçantë e të paharrueshëm për secilin që e viziton. Valët të dërgojnë pikërisht aty ku ti duhet të jesh, Pestinët.